O Edo, përshëndetje. Du me t'i heq 3 meraqe. Meraku i parë që du me t'heq është se unë nuk jam si Luci, apo si e ka i Luli, apo Luc Zimi, që e ke kthyer në fotokopjen apo në klonin e buzëqeshur të Gjergj Lucës. Pra kjo është gjë e parë që duhet ta heq si merak. Gjë e dytë që duhet ta heq si merak është që nuk jam kryetari një partie të re. Përkundrazi, jam kryetari një partie të vjetër që ja rinis gjithmonë. Kështu që pa merak. Dhe gjë e tretë që dua të them është mos ki merak se nuk jam në garë, pra nuk ta du vëmendjen as disin për arsye votash apo audience apo populariteti. Por nëse Lucëzimi yt të bën dis dhe të pyet ku i ke shokët, unë nuk kam një merak se e di gjithë Shqipëria se ku i ke shokët. Edhe ti, edhe Luli, edhe Saliu, edhe Meta i keni shokët si Lista Peli Burgu. Por nga ana tjetër, kush nuk e di që lista ju e shokëve është shumë e ullët, e vogël, e ngushtë, e mbyllur. Madje është gati prej profaniteti si listë, sepse është listë e Olimpit. Shoqënia e vërtet jeni ju me njëri tjetrin, që bëni dise me njëri tjetrin, që bëni lojra dhe pazare dhe u akallni shqiptarëve bashkë me njëri tjetrin. Prandaj unë nuk du me të pyet ku i ke shokët, se nuk kam në i dilemë se ku i ke ti shokët, se shoku i parë që të pyet ty është vetë Lucëzimi. Ama nga ana tjetër, du me të pyet, ore, kjo kryet teza jote e fushatës që ti po more mandatin e 4 do na fusësh në Bashkimin Evropian. A mund ma shpjegosh çfarë ndikimi ka tek aspirata jone për bashkët kombëtare, për bashkim? Dhe nuk po flas në mënyrë kështu folklorike për bashkim kufish e bla bla bla, si e mësuar ti të skualifikosh ata që të flasin me mendime të kundërta apo të ndryshme. Po të flas edhe bashkim në kuadër të Bashkimit Evropian, në kuadër të Unionit. Pra çfarë ndodh me Kosovën? Çfarë ndodh me çështjen tonë kombëtare? A mos vallë duke nxituar për me ngul flamurin kuqezi në Bruksel, mos po nxiton edhe ta shkulësh nga Prishtina? E kam si pyetje dhe po duash ta luajmë këtë dis, ta luaj dhe vazhdimin e kësaj historie. Unë e di që ti s'do më përgjigjesh mua se juve e keni të mbyll me lojën dhe listën e shoqënisë dhe ju diset dhe ridiset ja bëni njëri tjetrit. E keni mrena shoqënisë, në një poçe hani, në një poçe zbrazeni, në një poçe qeshni, në një poçe qani, në një poçe pijeni edhe në një poçe pastaj e dini vetë. Kështu që nuk pres të më përgjigjesh, por pak rëndësi ka. Unë e di çfarë loje po bën ti dhe Lucëzimi yt. Kështu që na trego për Bashkimin Evropian dhe për vizionin dhe për çështjen kombëtare.